Udhëtim në universin Kadarean. Ismail Kadare dhe jeta e tij. Ismail Kadare lindi më 28 janar 1936 në Gjirokastër, ku përfundoi edhe arsimin e mesëm. Studimet e larta për letërsi i bëri në Universitetin e Tiranës dhe 2 vite në Institutin Gorik në Moskë. Punoi në gazetën Drita, drejtoi revistën Les Lettres Albaneze, ishte aktiv në jetën politike dhe kulturore deri në vitet e 90-ta, ku u largua për në Paris. Të shumë çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare. Që nga viti 1994, Ismail Kadare është antar korrespondent i Akademisë së Shkencave Morale dhe Politike të Francës dhe antar i jashtëm i ASHAK. Ka qenë delegat në Kongresin e Drejtë Shkrimit 1972, në vitin 2005 fitoi çmimin The Booker Prize Man. Mrekullosi të letrave shqipe, Ismail Kadare u ndal mëngjesin e datës 1 korrik 2024 në banesën e tij në Tiranë në moshën 88 vjeçare. Për të qenë shkrimtar i madh i ka siguruar atij pavdekësinë. Nga QSUT bëhet me dije se familjarët kanë njoftuar urgjencën në orët e para të mëngjesit, por shkrimtari nuk është shpëtuar dot. E letërsisë. Është shkrimtari më i njohur shqiptar në botë. Shumica e veprave të Ismail Kadares janë përkthyer e botuar në mbi 45 gjuhë të botës. Është autor i veprave që tejkaluan socrealizmin letrar në Shqipëri. Në skenën botërore hyri me romanin Generali i ushtrisë së vdekur. Veprat e tij ndikuan kërkimin e jetës jashtë kufive të vendit. Romanet e tij u cilësuan lart nga kritikët. E letrave të Kadares. Kadare shkruante për fëmijërinë, për rininë, për historinë, për legjendat, për figurat historike dhe legjendare, për jetën dhe vdekjen, për dosjet, murandat, për luftrat e për paqen, për misterin e për ëndrat. Teknikat e letrave, ndjesitë personale dhe sjelljet e shoqërisë dhe individit. Në fushën e prozës, Ismail Kadare ka shkruar tregimin, novelën dhe romanin. Vepra e parë e rëndësishme e Ismail Kadares në prozë është romani Qyteti pa reklama. Prozën e tij e karakterizojnë përgjithësimet dhe gjëra historiko-filozofike, subjekti i ngjeshur dhe mendimi i thellë i shprehur, shpesh me anë të parabolës, në bazën e asocialitit dhe të analogjive historike. Poezia, mit, histori, monumentalizëm dhe pak ritëm lirik me shikon figuracionin i poezisë së Kadares. Me gjithë dimensionin e lidhjes me kontekstin politik e kulturor dhe të një lloji ndikimi ideologjik në konceptet letrare estetike, Kadare thyen kufit që përveç lexuesve shqiptar, edhe të lexuesve të huaj. Nga veprat e tij më të njohura: Pallati i ëndrave, Kronik në gur, Prilli i thyer, Generali i ushtrisë së vdekur, Kështjella, Kushte solli Dorontina, Përbindçi, Dimri vetmi së madhe, Ura me 3 harqe, Ca pika shiu ran mbi qelç. Leksiku i gjuhës shqipe në veprat e Ismail Kadares. Gjuha letrare. Kadarea përdor gjuhën letrare standarde e cila është e përpunuar dhe e saktë, duke kontribuar në ngritjen e nivelit të saj. Forma dialektore. Ai sjell në vepër element të 2 dialekteve kryesore të shqipes, gegërisht dhe toskërisht, duke i përdorur me një ndjeshmëri të veçantë stilistike. Ngjyrime stilistikore. Kadarea u jep fjalëve dialektore ose të rralla nuanca të reja kuptimore, të cilat shpesh ndryshojnë nga kuptimi i tyre në shqipen standarde. Krijimi i fjalëve të reja. Ai shpesh krijon terma të rinj ose përdor fjalë të zakonshme në mënyrë të reja dhe të veçanta, duke pasuruar leksikun e shqipes. Zëvendësimi i fjalëve të huaja. Kadarea është mjeshtër në zëvendësimin e fjalëve të huaja me fjalë shqipe, duke e bërë gjuhën më të pastër dhe të kapshme për lexuesin. Leksiku simbolik. Shumë për fjalëve që përdor, Kadarea i ngarkon me kuptime të thella simbolike, duke krijuar një stil të veçantë dhe të fuqishëm artistik. Nëpërmjet këtyre elementeve, Kadarea jo vetëm që pasuron gjuhën shqipe, por edhe ndihmon në zhvillimin dhe unifikimin e saj.